Gjemsedin Ibrahim Suma, 27, 6190-663, 3190-99. Gjemsedin Ibrahim Suma u lind më 27/6/1966 në fshatin Dimc, komuna Hani i Elezit. Mësimet e para i kreu në shkollën fillore Tefik Çanga në Han të Elezit, ndërsa shkollën e mesme, drejtimin teknik për agjustator, e kreu në Kaçanik. Ishte i martuar dhe baba i një vajze. Robëria serbe në Kosovë Gjemsedinin e shqetësonte shumë. Kjo bëri që ai t'ju përkushtohej idealeve kombëtare për çlirimin e Kosovës. Ishte pjesëmarrës i të gjitha demonstratave që organizoheshin viteve të 90. Tasin e Han të Elezit, ashtu edhe në vendet e tjera të Kosovës. Më 18 qershor të vitit 1998, pas bastisjes që bëri policia serbe në shtëpinë e tij, keshtrajtoi vëllan Huseinin e Fadilin dhe baban e tij Ibrahimin. Ndërsa Gjemsedini në ato momente nuk gjende në shtëpi, por kur ai vije në drejtim të shtëpisë, policia serbe e ndal Gjemsedinin dhe i kërkojnë që menjëherë ta gjejë Rufkiun dhe ta dërgojnë në polici. Ndërsa babain Ibrahimin dhe vëllaun Huseinin për disa ditë me radhë policia serbe i keshtrajtoi rënd dhe i mbante peng për ta dorëzuar Rufkiun, i cili kishte formuar njësitin e parë të Uçkës dhe ishte vendosur në puset e Nikës. Gjemsedini largohet nga shtëpia dhe nuk bie më në duart e policisë serbe, për shkak të ndjekjes nga forcat pushtuese, ndërsa familja e Gjemsedinit, pas disa ditëve të keshtrajtimit të vazhdueshëm, u detyrua të largohej nga shtëpia e tyre dhe të vendoset në familjen Loku në Shkup, ku qëndroi deri me përfundimin e luftës. Derisa njësiti i Uçkës ishte i vendosur në puset e Nikës, çlirimtarët po përgatiteshin për luftë më të gjerë dhe të vendosur. Një ndim të madhe, nga qershori i vitit 1998, kësaj njësie të Uçkës, u kishte dhënë edhe Gjemsedin Suma, duke i mbajtur kontaktet e rregullta me këta ushtar. Në korrik të vitit 1998 edhe drejt për drejt vendoset në pikën e luftës, në puset e Nikës. Detyrë kryesore ka pasur furnizimin me armë të Uçkës, ndërsa stërvitjet ushtarake i ka kryer në puset e Nikës. Bashkëlufttarët e tij më të ngushtë kanë qenë Nuri Bushi, Rufki Suma, Emrush Suma, Bekim Suma, Remzi Bushi, Nesim Curi, Remzi Dema, Izahir Troni, Recep Shkreta, Sali Ballazhi, Kadri Brava, Ekrem Brava, Ramadan Brava e. Vrasja e Gafure driton Lokut me 21 shkurt të atij viti në Han të Elezit, dhe zhvillimet në teren kushtëzuan që luftarët e njësiteve të Uçkës në puset e Nikës të jenë më të mobilizuar dhe të gatshëm që në çdo moment të ballafaqohen me sulmet e okupatorit serb, sepse forcat serbe provokonin popullatën dhe njësitet e Uçkës. Më 26 shkurt të vitit 1999, qysh në orët e hershme të mëngjesit, njësi policore dhe ushtar serb bën përpjekje që nga pozicioni i repetitorit, antena e TVP, t'i rrethojnë njësitet e Uçkës. Të vendosura në puset e Nikës mirë po, ushtarët tanë kishin llogaritur në këto aksione të armikut dhe disa orë më vonë u ndeshën ballë për ballë me këto forca okupatore. Luftimet e para u zhvilluan në afërsi deri më 30 metra. Në këto luftime që shënuan edhe krismën e pushkës së parë në këtë anë, mori pjesë edhe Gjemsedini bashkë me Emrush Sumën dhe bashkëlufttarët tjerë që nuk lejuan forcat serbe t'i afrohen pozicioneve të Uçkës.